Në tenderin për pajisje tentare dhe laboratorike me vlera afro 2 milion euro të shpallur nga Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës, janë paraqitur 2 ankesa nga operator ekonomik, çka ka bërë që tenderi të pezullohet nga organi shqyrtues i prokurimit. Tenderi përmes të cilit parashihej furnizimi me 20 tavolina pune për teknik dentare, skaner intraoral e sisteme të aspirimit e tjerë, është kundërshtuar nga kompania Bora Dental dhe Dua 5N2 SHPK. Njëra nga kompanit në ankesën e saj pretendon se QKSUK-ja ka shkurtuar afatin e tenderit nga 45 ditë në vetëm 15 ditë, duke vepruar në kundërshtim me dispozitat e ligjit për prokurimin publik. Në një kontratë me vlerë të lartë, aplikimi i shkurtimit pa dokumentim adekuat dhe pa verifikim të pavarur cenon barazi në garë dhe transparencën. Ky rrezik përforcohet edhe më tej nga fakti se specifikimet teknike janë hartuar në një mënyrë skandaloze, duke kopjuar pothuajse fjalë për fjalë katalogët e prodhuesve siç janë Kavo dhe Katani, duke kufizuar palegjshëm konkurrencën. Përveç Bora Dental, edhe operatori tjetër ekonomik, Dua 5N2 SHPK, ka paraqitur ankesë për të njëjtën çështje. Ky operator ka kërkuar rishqyrtimin e tenderit duke pretenduar se autoriteti kontraktues ka vepruar në kundërshtim me nenet 1/8 dhe 9 të ligjit, duke shkurtuar në mënyrë të pajustifikuar afatët kohore për pjesëmarrje. E në dosjen e tenderit është theksuar se shkurtimi i afatit bazohet në nenin 46 të ligjit për prokurimin publik, me arsyetimin se ky furnizim është i nevojshëm për institucionin, por duke mos treguar për arsyet. Megjithatë, sipas neneve 44 dhe 46 të këtij ligji, thuhet se në rastet kur bëhet fjalë për kontrata me vlerë të madhe, afati minimal duhet të jetë 40 ditë. Përfaqësuesit e Bora Dental pretendojnë gjithashtu se vlera e tenderit është 1 milion euro e më lartë se çmimi real i këtyre pajisjeve në tregu normal. Ky tender është plotësisht i manipuluar dhe me elemente të qarta korrupsioni, i ndërtuar për t'i siguruar kontratën vetëm një operatori të caktuar, përfaqësues i Kavos në Kosovë. Vlera totale e pajisjeve të kërkuara në treg nuk i kalon 900.000 euro, ndërsa tenderi është shpallur për 1.899.000 euro, duke krijuar një diferencë prej rreth 1 milion euro që përbën një dëmtim të drejtë për drejtë të buxhetit të shtetit. Kjo procedurë nuk është vetëm e palegjshme dhe diskriminuese, por përmban shenja të qarta të një veprimi kriminal që do të duhej hetuar menjëherë. Koha ka pyetur për çmimet e këtyre pajisjeve në treg normal, ka kontaktuar 3 biznese të sektorit. Vetëm njëra prej tyre ka kthyer përgjigje duke preferuar të mbetet anonime. Sipas kësaj kompanie, bazuar në listën e pajisjeve në dosjen e tenderit, vlera e tyre mund të shkojë nga 700.000 deri në 800.000 euro. Koha ka kërkuar përgjigje edhe nga QKSUK-ja lidhur me këto pretendime, por nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e kronikës.